Te u lexoj pak të mesazhin e marrë nga zona mysëqes. Si jeni Erion Braçën? Nuk e di nëse është realisht ky numri juaj. Jemi fermer nga zona e Bubullimës. Kompania e qumshit Lufra po na shkatron. Deri dje kishte skemën gjoja njerëzit i hidhnin ujë me gjas qumshit. Çmimin e uli fare, por tani kanë nxjerr gjoja dhe aflatoksin dhe po kërkon të na përzër fare. Ku të vemi ne? Ku t'i çojmë lopët? Ku dreqin të mbytemi? Pse nuk reagon Ministri i Bujqësisë? Edhe tjerë. Po ndodhi një gjë që praktikisht unë e kisha paralajmëruar. Skema e tatimit mbi vlerën e shtuar. Patjetër që favorizon importin. Dhe për këtë u bë debati në fund të vitit që shkoi, edhe në nëntor, edhe në dhjetor, po kur nuk kupton, nuk kupton. E dyta gjë që është po kaq e rëndësishme ishte ai aksioni kundër informalitetit me qëllim rritjen e sigurisë ushqimore, e që ishte instrumenti i kërkuar nga këto fabrikat e mëdhaja për të goditur elementin e mesëm në treg që ishin baxhot. Rënimi i baxhove, siç e pata lajmëruar, ka lënë në treg vetëm dy faktorë. Bujkun, plektorin në këtë rast, siç kjo goca, këtu që më shkruan mua, dhe plot të tjera si puna e saj, doja u tregoj mesazhet një për një, dhe fabrikave. Tani, pas rënimit të baxhove totalisht, bujku nuk ka ku e çon më qumshin, ose tek fabrika, dhe me çmimin që do fabrika, ose asgjë kundi tjetër. Urdhroni, kjo po ndodh. Pra tani po i thonë që e keni qumshin me aflatoksin. Ku ta çojnë ata? Ku ta çojnë ata? Po mirë, po fabrikat si prodhon. Me gjas, ka gjetur lëng diku tjetër. Se Shqipëria, për shkak të lagështirës, duhet të jetë do e mos me aflatoksin. Cili mbetet burimi? Importi. Importi i favorizuar edhe nga kursi i monedhës, i favorizuar edhe nga tatimi mbi vlerën e shtuar, i këtyre magjistarëve të financave publike shqiptare që nuk kuptojnë kurrë dhe s'kan për të kuptuar kurrë ndonjëherë se kurrë nuk e kanë ulur me nderën atje tek stalla e lopëve, ku këta njerëz kanë ndërtuar jetën e tyre. Kaq e thjeshtë. Mirëmbrëma, e nisem emisionin alert të kësaj të premtje me këtë video të deputetit Erion Braçë, e publikuar prej tij para afro një javë, 4-5 ditësh në rrjetet e tij sociale, deputeti i Partisë Socialiste, i cili ngrinte një shqetësim për disa blegtor, për një blegtor në fakt, siç e kishte shkruar, për një kompani për punimi qumshti, konkretisht Lufra, por ky emision nuk është për Lufrën, është për industrinë e përpunimit qumshtit, është për produktin final që vjen te ne konsumatorët, për blegtorët, prodhuesit dhe sigurisht edhe gjithë problematikat e tyre, e po ashtu edhe për detyrat e përgjegjësitë e institucioneve publike për të garantuar gjithë zinxhirin e sigurisë ushqimore, pra që çdo hallkë e zinxhirit të funksionojë dhe mos ketë situata të tilla. Sigurisht një video interesante kur dëgjon, e cila i dha një ushqim apo informacion mediave masivisht për të kryqëzuar një kompani, por që kur nuk u tha lajmi, as për lajmi i vërtet në fakt, as nga mediat, as nga deputeti Braçë. Një deputet që ka disa mandate, legjislatura në Kuvendin e Shqipërisë, që flet për hedhë dyshime me shumë të drejtë, patjetër, por që du thotë e cila është zgjidhja, ose më saktë du ta shtronte edhe pyetja ndër të tjera, që a duhet që fabrikat e përpunimit qumshtit të fusin produkt, pra qumësht lëndëpar me aflatoksin në fabrikat e tyre për përpunim, du ta shtronte edhe këtë pyetje. Megjithatë nuk e shtroj, do ta diskutojmë sot se çfarë duhet të ndodhë në të gjithë zinxhirin, jo vetëm për. Sigurisht zoti Braçë është një ndër ata deputetët aktiv, absolutisht, me gjithë konsideratën për te, i cili lufton për fermerët, për blegtorët, për zonat ku ai është votuar në përgjithësi dhe të paktën në zonën ku ai është votuar, por në tërësisht në Myzeqe,
në përgjithësi e kanë zemër herionin. Blegtorët dhe fermerët e duan fort dhe me të drejtë, sepse është një zëj fort për ata, por rasti konkret video e tij ose pyetjet e tij nuk janë të duhurat në gjykimin tim, sepse duhet shtronte edhe pyetje nëse konsumatorët do të marrin qumësht apo produkte qumshti të sigurta nëse do të fusin në fabrikat e tyre qumësht me aflatoksin. Njëkohësisht duhet shtronte edhe pyetjen se pse del qumshi me aflatoksin, kush është problemi, cilë është problemi fermerëve, edhe sepse duke qenë se historia vazhdoi shumë ditë edhe në media fermerët ankohen për çmimin e tjera, cila është mundësia e zgjidhjes, si mund të lobojë ai me Ministrinë e Financave, me kryetarin e Këshillit Ministrave, me kryeministrin, me Ministrinë e Bujqësisë, që fermerët marrin subvencione më të larta dhe qumshti i importit në rast se kjo është arsyeja të mos jetë konkurrent në çmim. Pra, disa problematika të cilat zoti Braçe nuk i ngriti, megjithatë ky emision nuk është bërë për zotin Braçe absolutisht, por për konsumatorët në tërësi, edhe për dy palët, pra që janë prodhues dhe përpunues në këtë rast. Kam ftuar zonin Polikseni Drazho, më falni, është nga përfaqësuesi e sektorit të aktivitetit shkencor dhe komunikimit me RASF në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit. Mirë se vini në aler. Mirë mbrëma, kënaqësi. Kënaqësi që ju kam në studio. Zoti Ilir Pilku është drejtor i ekzekutiv i Shoqatës Industria për Punimin e Qumshtit. Mirë se vini. Zoti Indrit Reka është sekretari i përgjithshëm i Shoqatës Blegtorët Prodhues të Qumshtit. Mirë se vini. Kënaqësi që ju kam në studio. Pra, ju përfaqësoni atë kategorinë e penalizuar, po themi në këtë rast, ose më në vështirësi të gjithë ata të cilin e mbronte zoti Braçe. Pra, atë kategori, pra, prodhuesit e qumshit, blegtorët. Aty ku buron qumshti konkretisht. Dhe zoti Kaplan Sula është dekani i Fakultetit Bioteknologjisë dhe Ushqimit në UBT. Mirë se vini. Faleminderit për ftesën. Universiteti Bujqësor i Tiranës është UBT. Kam aq shumë pyetje, dilema, ose njerëzit kanë aq shumë sa që nuk di nga t'ja nisë, por me ju zoti Pilku t'ja nisë, sepse ju jeni të akuzuarit. Ne jemi zbatuesit e ligjit. Të akuzuarit nga nga blegtorët, nuk do thoya zoti Braçe, nuk do thoya, por nuk ka rëndësi. Atëherë, situata është ajo që është dihet, pra një kompani për punimin e qumshtit, mund të ketë edhe të tjera sot, refuzuan qumshin dhe vazhdojnë ndoshta të refuzojnë, nuk e di, qumshin e disa blegtorëve që ka rezultuar me aflatoksin. Konkretisht, si është situata që ta nisim nga kjo dhe pastaj ndalemi në detajet të tjera? Shiko, Ministria e Bujqësisë në 3 muajin e fundit filloi një akt veprimi shumë të rregullt, shumë normal në zbatim të ligjit. Pra, aflatoksina ishte çështja kryesore. Dhe kuptohet që aflatoksina sulmohet ose operohet në fermën blegtorale ose në zinxhirin primar tek produkti ushqyes për blegtorin, pra kryesisht për misrin, misri i prodhuar në Shqipëri apo ai misri i importit, dhe pastaj kuptohet që veprimi kryesor është në fermën blegtorale. Pra po të shikosh pak edhe rregullorët e Bashkimit Evropian, fabrika nuk është pjesë e penalizimit të aflatoksinës, por është pjesë për të identifikuar fermat blegtorale të cilat është dhe në ligjin shqiptar të ushqimit, që 2008 është ndryshuar, që një fabrikë që ka identifikuar aflatoksin dhe është në mënyrë të shpesh, duhet të lajmëroj autoritetin përkatës për të vazhduar gjunjëshmërinë dhe për të marrë masat përkatëse. Shiko, në fabrikë 3 janë praktikat që ndiqen. Është higjiena dhe siguria, pra gjithmonë, kjo është më kryesorja, siguria, që janë temperaturat e qumshit kur dorëzohet, testi për antibiotik, aflatoksina më-1, vlerësimi organoleptik dhe ngarkesat mikrobiale. Pastaj vim në fazën e dytë, që nuk ka lidhje me atë pjesë të sigurisë ushqimore, që është cilësia teknologjike e qumshit. Mirë, po mos ndalemi gjitha vetëm tek pjesa aflatoksinës. Jo, ta shpjegojmë pak. Që lidhet me yndyrën, me proteinën, me densin, pika e ngrirjes, aciditeti e tjera. Pastaj vim ke shëndeti i tufës, janë ato qelizat somatike. Ne jemi ke pjesa e parë,
ke siguria, pra higjiena dhe siguria e lëndës së parë, e cila pastaj ndikon tek shëndeti i popullatës. Kuptohet që një qumësh, dhe po të shohësh në planin operativ të një fabrike, ka korektime, po ka edhe refuzime. Pra, kur vim ke antibiotiku, kur vim tek lizat të larta, aflatoksina, ka refuzim të marrjes së qumshit. Pra, nuk ka korektim. Ajo që unë kemi parë, kemi identifikuar dhe nga takimet që kemi pas me antarët e shoqatës, i ka bërë mirë sektorit. Çdo thotë kjo që i ka bërë mirë sektorit. Sepse disa nga ato ferma, të cilat janë identifikuar me aflatoksin dhe i është refuzuar marrja e qumshit, kanë korektuar problematikën. Pra qumshi mas një javë 10 ditësh, i cili i është marrë, do ta themi këtë, i është marrë, ka qenë brenda normave të lejuara. Pra, që ta qartësojmë, ai person që i ka shkruar zotit Braçe, ose edhe shumë të tjerë mbrapa, nëse është refuzuar, disave mund të jetë rimarrë qumshti, kur kanë rezultuar analizat konform, patjetër, për aflatoksinën. Patjetër, kur është konform, i është marrë. Në momentin e parë që ka qenë mbi normën e lejuar, i është refuzuar. I është dhënë... Si e kanë korrektuar? Me formulë ushqimi për kafshë? Me formulën e ushqimi, duke shtuar element, duke ndruar bazën ushqimore, që ka qenë me pra mund të qenë nga misri, nga Serbia, po themi dhe... Pra janë treguar më të kujdesën me trajtimin e kafshëve në stall, dhe mbas 5-6 ditësh ka rezultuar brenda normës. Pra kjo mund ta them që i ka vlejtur dhe sektorit. Nuk mund të ecim dot kështu, dhe unë du t'ju them vetëm një fakt që ne këto ditë dhe kolegja do ta konfirmojnë, ne kemi pas ekspertët e sigurisë ushqimore nga Bashkimi Evropian. Dhe një nga fabrikat tona ka qenë dje në kontrollin 6 orë në kontrollin atyre. Të impresionuar kanë dalë, dhe mund ta them nga fabrika e Erzenit. Të impresionuar nga sistemi, nga mënyra operative, nga gjunshëria, teknologjia, cilësia. Ja bon reklamën e Erzenit, po... Apo flasim të shqipë për industri? Po të flasim pa emra. Unë e përmenda Lufrën sepse është sulmuar hapur qoftë nga deputeti, qoftë nga media masivisht. Duhet jemi krenar që inspektorët e Bashkimit Evropian japin këto vlerësime. Dhe jo t'i njollosin, pandaj edhe unë e përmenda, dhe jo t'i japin balt për zbatim ligji. Këtu është vetëm zbatim ligji, nuk është asnjë gjë, më shumë ose më pak. Jam dakord, por du dim edhe diçka dhe do të na thot tani zoti Reka që edhe blegtori, kur i rezulton qumshti me aflatoksin, nuk e di, blegtorit janë pikë të hallit gjyko. Patjetër, nuk e di. Ai presupozon që blen një misër që është i kontrolluar, i sigurt, nuk ka aflatoksin, nuk ka elemente të tjerë dhe është i sigurt për... Të gjithë fundorët ke shteti shkojnë. Pra, fundori i fabrikës që respekton ligjin, sepse respekton ligjin e shtetit. Patjetër. Ai bujku, ai blegtori që jep atë bazë ushqimore, përsëri fundori ke shteti shkon, sepse shteti ka lejuar në dogan një misër i cili ka aflatoksin. Në momentin që ne dy shoqatat u bashkuam, diskutuam në ministri, me ministrin e ri, ne patëm një reagim shumë pozitiv. Dhe po vazhdon, me gjithë dhe ne e thotë Polikseni pastaj. Nuk e di se sa vazhdon, por u blokuar një sasi shumë e madhe misër importi me origjinë nga Serbia. Ndërkohë mund të kemi probleme edhe me misrin tonë këtu, me jonxhe, me silazhin e tjerë. Pa akuzojmë vetëm Serbinë, po harrojmë se mund të ketë shumë faktorë. Patjetër. Zoti Reka, do të gjoja gjithë variantin tuaj të mundshëm. Të gjithë atyre që janë prodhues, këtu nuk ka lidhje thjesht nëse janë antar apo jo të shoqatës, po gjithë ata që prodhojnë me çfarë problematikash ndeshen sot, e lidh me aflatoksinën dhe me situatën me denoncimin konkret që është bërë me atë videon e zotit Braçe. Shoqata jo ka blegtor në gjitha rajonet e Shqipërisë, kështu që jemi të azhërnuar mbi problematiken. Për të bërë një panoramë, domethënë lopa prodhon qumshtin mbi bazën e ushqimit që merr. Patjetër. Mbi atë që ushqehet, ai do jetë dhe prodhimi. Çfarë no? Përveç se stresa, përveç ekonomikisht, po dhe më vështirë. Tani ne jemi çfarë hap. Po fiks.
shumica e misrit që importohet nga Serbia, po nga cili do vend, nëse nuk kontrollohet në dogan, siç kontrollohen mallrat shqiptare kur eksportohen, atëherë ky mall prezumohet që është në cilësinë e duhur, se është i paguar me vlerë, nuk është një produkt që është marrë pa Ta kanë fal. e kanë fal. Dhe duke pas parasysh që blegtorët nuk janë shtresa më e fortë ekonomike, përmes me thënë në gjendjen më të vështirë. Dhe ky produkt do ushqehet kafsha dhe do dalë i prodhimi. Çfarë ndodh? Ku është problemi me aflatoksinën dhe kush është më i goditur nga ky problem? Konkretisht është blegtori. Edhe nëse ndodh që një blegtor të ketë probleme me aflatoksinën, detyrohet të ndryshojë dietën, ushqimin e kafshës. Që përkthehet në çfarë? Përkthehet në kosto. Në rëndje, edhe në rëndje rendimenti. Në rëndje rendimenti. Që se në qoftë se heq sasinë e misrit do bjerë i prodhimi. Absolutisht. Misri është element kyç për energjinë, për prodhimin. prodhimin. Se bëhet si zot teknik nuk e kuptoj. S'është ky është që është mjaft kompleks. Dhe kjo përkthehet në kosto. Shtoj antimikotikun, kosto ekstra. Shtoj edhe negocimin e çmimit. Ku krijohet një precedent ose një problematik, përkthehet edhe në çmim. Të treja janë kosto që në gjithë zinxhirin, në gjithë problematikën e aflatoksinës, i pari që goditet dhe i fundit që goditet më fort, është fermeri, është blegtori. Po, vetëm se unë mendoj që nuk ka pas negocim çmimi që e keme aflatoksinë dhe po ta marr kaq para litrin, ndryshe nga që ke pas djeta ka marrë me çmim tjetër. Është refuzim pa lidhje me çmimin. Rastin konkret është refuzim, po. Por du të diskutoj diçka tjetër, në panoramën e vetë produktit, fermeri që ka lopën dhe prodhon qumshtin, nuk është një produkt që mund të mahet në rujtje Ja, patjetër. 6 muaj, 3 muaj. Nëse nuk merret në moment digjet, dhe nëse digjet për një shtres që është në kushte ekstreme, bëhet ndryshe negocimi në krahasim me diket që ka stoqe dhe mund ta menaxhojë mënyrën dhe organizimin e produktit. Si mund zgjidhet ky problem? Duke plotësuar kriteret e ligjit kontrollën dogan. U bë një herë një reformë dhe u ndalu një sasi e misit, pse mos vazhdohet? Pse duhet të ketë treg lirë? Çfarë ndodh edhe me ato që sjellin mallin në Shqipëri? Kur e din që s'ka kontrolle, patjetër që cilësia e produktit që do sjellin me çmim që blehet, nuk do jetë cilësi se s'ka kontrolle, e di që s'do ketë kontrolle. Dhe këtë do e mbuloj edhe për personin nga Serbia që shet produktin, edhe për vendaliun, edhe për qytetarin, edhe për gjitha shtresat, kostën do e mbuloj blegtori. Bëhet fjalë që po flasim për faliment të sektorit të prodhimit të qumshtit. Dhe në qoftë se sfidë do jetë Bashkimi Evropian për plotësimin e standardeve, shoqata jonë është duke punu fort për me përpjek blegtorët që të arrijnë një farë standardi që mos të eliminohen gjithë, por gjithë ky proces nxit eliminimin e sektorit të prodhimit të qumshtit. Pastaj në kushte krize, kur të ketë probleme që çështja e tregtare të jenë të kufizuar, produktet strategjike si qumshti dhe mishi nuk Profesor, po thoshe që problemi është më kompleks. Problemi është më mjaft më kompleks, ju referuat misrit dhe drithrave, në fakt janë shkaktarët kryesor të myqeve dhe të gjinisë Aspergillus që prodhon pikërisht aflatoksinën, kryesisht dy gjinive Aspergillus flavus dhe Parasiticus. Por thash problemi është më kompleks për faktin sepse ka edhe ushqimet e tjera që transmetojnë myqe. Është silazh, është sana në këtë kohë, është kashta, e cila në periudhën e dimrit kultivon, favorizon rritjen e myqeve dhe njëkohësisht edhe praninë e aflatoksinës. Kështu që në periudhën e dimrit lopët dhe gjedhi kryesisht edhe kafshët e tjera që prodhojnë qumësht janë të ekspozuara më shumë me ngarkesë mikotike dhe njëkohësisht me aflatoksinë. Faktin sepse ndriçimi diellor, lagështia, mos harrojmë që në Shqipëria ka qenë në një gjendje ku shumica e vendit dhe ultësirave ka qenë në efektin e përmbytjeve, që shtuar akoma më tepër rastet e infeksioneve dhe kontaminimeve mikotike për shkak të përqindjes së lartë të lagështisë. Mund të ketë hyrë ujë në vendet hambaret ku ruhen drithrat dhe ushqimet për kafsh, njëkohësisht të gjithë baza ushqimore ka qenë në efektin e ujit. Dhe kështu, natyrisht ne do presim. Është një situatë e cila ka qenë emergjente në të gjithë vendin, që reflektohet në këtë rast edhe në nivelin e aflatoksinës, ndoshta
të qumshit që prodhojnë në zonën e Myzeqes, sepse ka shtur të sirë. Zonja Drazho, s'pari se ju jeni pak në pozicionin e përfaqësues e autoritetit kombëtar të ushqimit, për te pozicionit tuaj real të punës. S'pari, a duhet ose a mundet që një fabrik përpunimi qumshit të fus në prodhim, në përpunim një qumësh që i rezulton me aflatoksinë? Jo, absolutisht jo. Patjetër që aflatoksina mund tjetë një nga elementët kyç ose tregues kyç i sigurisë ushqimore, siç ka dhe shumë të tjerë, mund tjetë ngarkesa mikrobiologjike, kushtet e ruajtjes, ka shumë faktor, por në mënyrë absolute një produkt lëndëpar në këtë rast nuk duhet të pranohet nga operatori i biznesit ushqimor nëse nuk përmbush kërkesat e sigurisë ushqimore. Madje për më tepër bizneset në shumë raste bëjnë edhe selektim kur lidhet me parametrat e cilësisë, që mund të jetë përmbajtja proteinike, përmbajtja e karbohidrateve në varësi gjithmonë të produktit. Kështu që ky është hapi i parë që ne mund ta quajmë një lloj vet kontrolli i brendshëm i biznesit pa u futur autoritetet. Sepse pjesa e qumshit ka dhe një lloj debati sepse janë dhe institucione të tjera të përfshira. Nëse flasim në ferma, nëse flasim qumshti i prodhuar, kështu që ne mund të diskutojmë edhe më gjatë. Autoriteti kombëtar veterinarisë dhe mbrojtjes bive që kontrollon qumshin në fermë dhe AKU që kontrollon edhe produktin final, qumësh për konsumatorin, por edhe ushqimin për kafsh. Edhe ushqimin për kafsh. Kështu që patjetër këto janë disa element që duhen kontrolluar. Një operator i biznesit ushqimor ka detyrimin dhe të drejtën e tij absolute të pranojë një lëndë të parë që përmbush të gjithë kërkesat dhe të gjithë parametrat. Ai mund bëj dhe një analizë, sepse nuk është e thënë, e merr vërtet lëndën e parë me faturë, e merr dhe ndoshta me një raport analize ka një laboratori palës së tretë, sikundër kemi thënë dhe herë të tjera, por ka të drejtën e tij të dyshojë të gjithë këto procese, të bëjë një analizë vetë kontrolli. Tani po thonë për blegtorin? Jo, flasim për shembull kompania për punimi që e merr si qumshtit. lëndë të parë, për punimi i qumshtit. Domethënë standardizimi i qumshtit, domethënë e merr si lëndë të parë qumshi. Po, shikom, unë nuk besoj se nga një fermer e merr qumshin me raport analizë. Jo, ndoshta fermeri mund të mos, por ai vetë e bën analizën. Kështu që çfarë është, sidomos edhe te fermat e mëdha, po edhe tek fermerë që prodhojnë sasi të konsiderueshme qumshti, kushtojnë shumë vëmendje normalisht shpesh herë ushqimeve sasisë të tyre dhe asnjëherë cilësisë dhe kontrollit të tyre. Dhe unë nuk rrallë gjen fermerë, qoftë ata që kanë një numër të konsiderueshëm, që kanë mbi 100 krerë që të kryejnë analiza mbi ushqimet e kafshëve. Bashkimi Evropian e klasifikon ushqimet e kafshëve për nga standardet njësoj me ushqimet e njerëzve. Edhe ligji i ushqimit që ka definuar Inspektoriatin e Ushqimit, thotë Inspektoriati i Ushqimit dhe Ushqimit për kafshë. Kjo do të thotë që edhe ushqimet për kafshë duhet trajtuar njësoj si ushqimet për njerëz. Se rreziku që ato mbartin reflektohet te ushqimet për njerëz. Në rastin tonë aflatoksina është një shembull tipik. Kërkesat e mëdha në myqe natyrisht do reflektojnë patjetër edhe rrezikun kimik, siç është prania e aflatoksinës në qumësht. Kështu që referuar çfarë ka ndodhur në vendin tonë dhe çfarë është reklamuar edhe nga deputeti Braçi, që me të drejtë ngre një shqetësim për fermerët, sepse preken interesat, janë shtresat cilat natyrisht janë shtresa në nevojë dhe stresat që kërkojnë mbështetje. Por jemi në një situatë që duhet pranojmë, ne nuk mund të pranojmë rrezikun tek ushqimet, në mënyrë kategorike qoftë për bizneset e mëdha dhe për fermerët e vegjël. Kur bëhet fjalë për një rrezik të mundshëm që vjen në ushqimit, madje siç është aflatoksina një kancerogjen për njerëzit, këtu nuk duhet tolerohet. Nuk duhet tolerohet as kompanitë e mëdha as fermerët e vegjël. Askush nuk mund të dalet të thotë që ne do të ekspozojmë popullatën me produkte me përmbajtje të aflatoksinës. Sepse klasifikohet një substancë kancerogjene, një substancë mjaft toksike, e cila natyrisht në sasitë që ndodhet nuk mund të japë efektet e menjëhershme, po jep efektet kronike. Që pas sa vitesh do japet procese tumorale, kryesisht në protokoll, për ta vazhduar pak, po ta shikosh dhe protokollin e kemi të njëjtë si të Bashkimit Evropian, alfatoksina, ngarkesat mikrobiale, antibiotikët, thuhet veprimi korrigjues në raste të tilla, karantinë, mos përzierje qumshi, refuzimi i qumshit deri në asgjësim ku e ka çuar direkt fabrika mundet të bëjë dhe asgjësim dhe njoftim. Pra, e kuptoni se sa, ndërkohë që në raste të tjera kur ka ujë ose ka
lejohet pastaj e merë, negocim çmimi, kur ka ujë ose gjëra që nuk janë në dëm të shëndetit njerëzor, rregullim, pra korrektim gjatë ditëve në vazhdim, por me atë fatësinë nuk bëhet shaka, atë që tha dhe profesori. Dhe me qenë se s'bëhet shaka të shkoj prapë te autoriteti kombëtar të ushqimit, sepse edhe zoti Reka e përmendi pjesën e edhe Pilku po ashtu të atij aksionit, po themi që nisi nga AKU-ja në mos gaboj në tetor-nëntor vitit kaluar, për kontrollin e misrit që vjen si ushqim për kafsh. Kryesisht nga Serbia, ndoshta keni analizuar nga shtete tjera. Apo vazhdon i njëjti ritëm, ka rënje, sepse... Po, atëherë ne po vazhdojmë, sepse duke qenë që doli një produkt me risk të lartë, patjetër që janë sinjalizuar dhe është rritur frekuenca inspektimit dhe kontrolleve që ndërmerren ndaj këtij produkti, fillon që nga kontrolli në dogan, merret mostër, analizohet, deri tani fatmirësisht mostrat kanë rezultuar të gjitha konform, pra negative për praninë e fatmirësisë. Mos i zbrazëm ato depot neve. Jo, flasim për periudhën në vijim, që mbas atyre bllokimeve që u bën, ne kemi vijuar me intensifikimin e kontrollit për këto produkte, ato që ndrojnë të bllokuara deri në daljen e analizës, duke qenë që fatmirësisht analizat kanë rezultuar konforme, pastaj janë zhbllokuar gjithmonë me praninë e inspektorëve të autoritetit. Shifër mostrash nuk besoj se ke? Jo. Është, shiko, ka... Profesor, më duhet të shkoj, më kërkon regjia të shkoj në reklama. Po, patjetër, vazhdo reklama. Duhet të shkojmë sepse janë mbështetësit e këtij emisioni, por para spoteve, kam një, sepse edhe zoti Pilku po thoshte në fillim të emisionit që ndihej shumë i lodhur, dhe është konkretisht Sedaton Plus, i cili është një suplement bimor i krijuar për të ndihmuar në shqetësimin e sistemit nervor, reduktimin e stresit dhe përmirësimin e cilësisë gjumit. Ai përmban ekstrakte natyrale si valeriana, melisa, kamomili dhe pasiflora të njohura për efektin e tyre relaksues. Sedaton Plus ndihmon në uljen e ankthit, nervozizmit dhe tensionit mendor, duke kontribuar në një ndjesi qetësie dhe ekuilibri emocional. Përdoret shpesh në periudha lodhje, stresit lartë ose pagjumësie, pa shkaktuar varësi. Pra, nëse ndjeni shqetësime të tilla, konsumoni një tablet me Sedaton Plus. Do shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare për të kthyer në pjesën e dytë të Alert. Mos u largoni. Jemi sërish në Alert në këtë pjesë të dytë dhe po diskutojmë për plasjen e fortë, në fakt më shumë mediatike se sa reale mes prodhuesve, blegtorëve të qumshtit dhe fabrikave të përpunimit pas një videoje të deputetit Erion Braçe, i cili akuzonte përpunuesit e qumshtit se nuk po marrin qumshtin e fermerëve për shkak të interesave që kanë nga importi. Do diskutojmë më pas edhe për shifrat, por me qenë se e nisëm një bisedë para reklama dhe pastaj do shkoj direkt te zoti Reka. Pra, e thash dhe më parë që lidhur me aflatoksinën dhe me produktet ushqimore të cilat përdoren si ushqim për kafsh. Shpeshherë neglizhohet në analizat e produkteve dhe nuk arrihet të bëhet analiza dhe të përcaktohen ngarkesa mikotike e këtyre, për shembull, e drithrave. Por do të nisem pak faktit dhe deklaratat që tha zoti Braçe. Domethënë ka lindur një vërtet një farë konflikti midis disa fermerëve dhe një kompanie, po flasim me emra se kush janë, çelësi kanë. Mund të ndodhë në çdo kompani, jemi në një situatë, me gjithë respektin dhe vlerësimin. Jemi në një situatë që mund të ndodhë në çdo lloj kompanie. E tremi çik paneli. Jo, atë që e kanë kryqëzuar e përmend se përmendi zoti Braçe që në fillim. Unë dua të theksoj që po mund të jenë edhe të tjera që e kanë refuzuar ndërkohë, se unë ishte një, kështu që do të pyes edhe për këtë. Nuk është vetëm problem shqiptar, ky është problem dhe në Europë. Për shkak se Europa, limitet që ka vendosur, i ka 10 fish më të ulta se vendet e tjera të zhvilluara. Se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se Japonia, dhe situata që krijohet në Europë dhe në vendin tonë që ne kemi transpozuar legjislacionet e Bashkimit Evropian, është mjaft delikate, sepse prek shumë interesa. Ajo norma i limit që është 0,05 mikrogram për litër, është një normë që
është vështirë për të arritur ky lloj standardi. Për kushtet që ka blegtoria në vendin tonë, për kushtet që kanë mirëqenia e kafshëve në vendin tonë. Ne i mbajmë, nuk kemi një kulturë si popull dhe nuk kemi arritur atë në atë stad të zhvillimit ekonomik e shoqëror që të edukojnë fermerët, që të jenë në gjendje që të aplikojnë standardet mira të mirëqenies kafshëve. Dhe ne nuk e kemi konsideruar gjithnjë kafshë, nuk i kemi trajtuar mirë dhe mbajtur në kushte të përshtatshme ashtu siç kërkojnë standardet. Dhe po të shikosh, mjafton të shkosh në një stall ose në një vend qëndrimi ku mbahen kafshët në zonat rurale, me keqardhje do të gjesh edhe raste kur kafshët nuk mbahen dhe nuk trajtohen mirë. Por gjithë kjo reflektohet pastaj edhe në cilësi dhe sigurinë e qumshtit. Madje nëse aty do ketë ushqimet e kafshëve, dhe kafshët do të kullosin dhe do të ekspozohen me ngarkesë mikotike gjatë të ushqyerjes së tyre në kullot apo të ushqyerjes duke i dhënë drithrat apo koncentrate të ndryshme, natyrisht që mbetjet e aflatoksinëve do të transmetohen në qumësht. Kështu që unë them që është një situatë e cila është kalimtare për shkak të sezonit, se jemi në një sezon, jemi në periudhën e dimrit, dhe natyrisht në periudhën e dimrit do kemi raste të tilla. Do të tregojmë kujdes, por edhe në analizat që kryen. Përcaktimi i aflatoksinës nuk është e lehtë, kur bëhet fjalë për të përcaktuar nivelet deri në 0,05 mikrogram për litër, kërkohen pajisje instrumentale të ndjeshme të cilat jenë në gjendje të detektojnë ose të përcaktojnë aflatoksinën në këtë nivel. Dhe pyetja që unë drejtoj është, a janë në gjendje që këto kompani, por edhe laboratorët në vendin tonë të përcaktojnë nivelin e aflatoksinës në limitet që ka dhënë Bashkimi Evropian, kështu që unë them që ka shumë pak laboratorë në Shqipëri për të arritur për të caktuar këtë nivel. Madje kompanitë e mëdha kanë përdorur ca teste screening që janë teste të vlerësimit, po edhe sasior, por saksia e matjes së tyre të lë për të dëshiruar, për faktin sepse kërkojnë pajisje instrumentale të ndjeshme që ato të përcaktojnë nivelet të sakta. Kështu që nëse një screening tek nxjerr një konfirmim pozitiv, kjo do të thotë që niveli i tyre mund të jetë më i lartë se ai që kërkohet, automatikisht, sepse edhe nivelet ato të screening test kur përdoren për të përcaktuar nivelet madje dhe disa fish më të larta se limiti. Kështu janë dizenjuar dhe kështu përdoren, sepse mbas këtij screening test futet pastaj metodat instrumentale për të dhënë ose për të bërë madjet e sakta. Fermerët, unë do t'jap një thirrje të mos shqetësohen dhe do t'jap një këshill që pavarësisht se një ngarkesë qumshti, por kjo këshill nuk vlen vetëm për fermerët, por edhe për kompanitë e mëdha, sepse ka një fenomen të tillë, në qoftë se kafsha ose lopa ushqehet me një ngarkesë mikotike sot, me një porcion ushqimi me ngarkesë mikotike, ajo pas 24 orësh do reflektojë ta shkarkojë atë në qumësht. Kaq është periudha e biotransformimit dhe shndërrimit. Ushqimin e ka shumë ditë me radhë nga ky. Po pikërisht, kjo është dhe këshilla që në rast se një fermer konstatojë në produktet e tij në qumësh, kur dorëzon te kompani, konstatohet që ka nivele të larta aflatoksinës, gjë e parë që duhet bëj, duhet ndryshoj regjimin e ushqyerit kafshës. Dhe menjëherë pas një ditë ose maksimumi 2 ditësh, qumshi mund të jetë i pranueshëm për kompanitë. Kjo ka ndodhur në fakt. Për kompanitë e mëdha. Kështu që mos të marrim rastet sporadike, as të sulmojmë ato kompanitë e mëdha, por njëkohësisht duhet edhe kompanitë e mëdha duhet bërë me dijet dhe duhet thënë që shiko, nëse ky qumë është një fermeri, këtë rast ka qenë me aflatoksin, nuk do të thotë që pas 2 ditësh i njëjti qumë është jetë me aflatoksin. Jo patjetër, po atë ditë mund s'duhet t'ja marrësh. Kështu që atë ditë s'mund t'ja marrësh. Po një ditë është një efekt që ka ekonomik, i mospranimit qumshit në një ditë është fare pa konsiderueshëm. Këtu bëhet fjalë për vendime që mund të marrin kompanitë për mos marrë qumshi për një javë, për një muaj, ose për 10 ditë. Pastaj efekti ekonomik është loja Kozmodoja bashkë me AKU në fundja për analizën. Por roli që kanë inspektoriatet dhe autoriteti kombëtar i ushqimit është tjetër gjë. Ata, për shembull, sistemi që do të krijojë shteti dhe autoriteti kombëtar i ushqimit është ndryshe. Autoriteti kombëtar i ushqimit pavarësisht se ka raste sot aflatoksinës në periudhën e dimrit, duhet të ngrej një plan monitorimi ose kontrolli vjetor,
ku thot, në bazë sasisë që shumëshit që ka në Shqipëri, duhet ketë një numër mostra që analizojnë për këtë lloj mbetje. Dhe këto matrica janë përcaktuar në Bashkimin Evropian. Nëse Shqipëria ka një sasi për shembull mijëra tonë të qumshit, s'po i futem statistikat sa janë, për një sasi të qumshit që përalloket, duhet analizuar kaq mostra në vit. Për të parë, nëse ka rrezik të mundshëm ose jo. Dhe mbi bazën e kësaj pastaj duke gjetur gjetje dhe ku ka pikat e nxehta, ku ka raste pozitive, mund të shtoj pastaj numrin e mostrave për të analizuar, për të vlerësuar më drejt pastaj situatën për praninë e aflatoksinave. Indritit si kemi lënë fare kohë, është hera e parë që shoqata e tyre vjen në program, paktën në studio sepse në online kam pas Dashamir Qelen nga Berati, një blektor sigurisht i suksesshëm. Por në nivellit larta nuk janë përfaqësuar aq më pak në studio. Ju i dëgjuat parafolësit, por nëse ke nevojë për pyetje, unë shoh që do të ndërhysh ke çfarë thua gjithkohën. Ju falenderoj në radhë parë për ftesën. Është kënaqësi, jeni gjithmonë mirëpritur. Vlerësojmë shumë. Dhe në fakt unë e kam vlerësuar edhe kur keni krijuar shoqatën, sepse ishte një sektor mjaft i rëndësishëm pa përfaqësim. Pra kishte një periudhë, kur ishte edhe historia e përplasjes për çmimin e qumshit Delës, nuk isha këftoja. Nuk ishte një shoqat. Tashmë janë detyrimi i Bashkimit Evropian. Sot u themeluar shoqata agronomëve. Sot. Ata do bëjnë edhe urdhër pastaj. Se vetëm veterinerë do kenë edhe urdhër profesional. Kështu që, domethënë, nuk isha këmerja se tani nuk mund të përfaqësoj gjithë prodhuesit e qumshit me gjithë respektin e mundshëm një çoban nga Tepelena, nga malet e Tepelena ose së Vlorës, pra nuk mund të përfaqësonte ai se si mund negociohet çmimi kur ishte ajo histori dhe ishte për të përgëzuar edhe shoqata, krijimi. Duhet seri që aflatoksina krijohet nga embrionin e misërit. Kryesisht 90% po themi të rasteve. 10% është nga trajtimi. Ta seroj situatën e blektorëve. Se kjo është situata konkrete. Dhe domethënë, nuk ka të bëjë trajtimi i këtij misërit, ka të bëjë lloji i misërit, kur është korr nga thatësirat. Dhe nëse ky misër ka këto probleme, nuk është më trajtimi nga ana e blektorit që duhet përmirësohet. Vi misër me aflatoksin dhe trajtimi i duhur i blektorit e bën misërin pa aflatoksin. Jo, sigurisht blektori s'ka shanse të largojë aflatoksinën, por blektori ka shanse të arrisë aflatoksinën nëse e mban në kushtet papërshtatshme. Absolutisht. Po edhe ka apo nuk ka? Ky ka indikim të vogël kur vetë baza e materialit që përdoret ka aflatoksin. Patjetër. Dhe çfarë ndodh? Thuhet që ne jo vetëm blektorët e shoqatës, por edhe blektorët e tjerë mbështetës shoqatës, kafshit i trajtojnë jashtëzakonisht mirë, se janë burimi kryesor i të ardhurave familjare. Pa kafshën nuk kanë jetë. Mirë, nuk e ndryshim që i trajtojnë mirë, por varet edhe sipas sa dinë, se Jo, patjetër, ne sot po punojmë edhe për ndërgjegjësim, edhe për avancim, edhe për përshtatjen e standardeve si shoqat. Patjetër që gjithmonë ka vend për përmirësim dhe kur s'do të na lejë kjo. Po kjo është një element tjetër. Ne po flasim për situatën emergjente. Kur thash për standardet që ka Bashkimi Evropian për mirëqenien e kafshës. Dhe ne jemi shumë larg atyre, pavarësisht se nuk thash që shqiptarët nuk dinë të rrisin kafshë. Por t'i mbajnë ato në ato kushte që kërkon Bashkimi Evropian. Absolutisht, ne me integrimin Bashkimin Evropian do hasim shumë vështirësi. Çfarë ndodh? Nëse ky produkt vjen me cene, vjen problematik, atëherë ky problem do i ngecet kryesisht me çfarë diskutu këtu, blektorit. Po mirë, po do të përmendim institucionet shtetërore. Je i lirë t'i bësh telef. Po janë fushore, nuk e ke që të shtrosh më. Flitet me vetë blektori, pavarësisht halleve të veta, të bëj analizë të mallit vetë. Policia nuk e tha për industrinë e qumshit. Mirë, dakor. Flasim, po pozicioni institucionit shtetëror mund të jetë prezent në çdo hall të zinxhirit, dhe se ka ndaluar, ka detyrim ligjor. Atëherë institucionet janë prezente. Para se marrë inspektim në fermë, mirëpritur me kontrollu patjetër, nuk është ndaluar. Po ke doganën fillimisht. Po ja që sjellshme sa që flet shumë me zotulët. Po thotë respektoj, mos të bëhemi si këta që zihen në debate. Më mirë sepse edhe ata që na ndjekin i respektojnë. Tjetër gjë, analizat që bëhen nga subjekte tjera tregtare. Po fokusin e kanë tregtar, nuk janë të paanshëm si janë institucionet shtetërore. Bëhet një analizë, nuk bie dakord, ku do shkosh?
pse nuk merr pjesë institucione shtetërore këtu në pozita neutrale për të mbrojtur. Jo, kjo analizë nuk është kështu, kjo analizë është kështu. Mungesa e këtyne, ke rëndojnë lektorin. Patjetër. Ke lehtësojnë. Ke do tjetër. Tregtarin e misrit. Edhe institucionet shtetërore kanë më shumë kohë të lirë. Dhe atëherë, kur ti jep fokus që plotësohen kriteri, ne po flasim për kriteri, e kush do t'i plotësoj blektori? Për çdo gjë do e bëj blektori? Blektori bën çfarë ka detyrim, ka blej një produkt, mos e lejo të futet ky produkt nëse është me aflatoksinë. Nëse lejove më fut këtë vlerë të konsumume, do digjet blektori, kur kush tjetër? Çfarë roli ka institucioni shtetëror në gjithë këtë panoramë? Pse nuk duhet të jetë aktiv në këtë panoramë? Po në fund, kur të ndodhin ngjarje, kur të ketë problematika, edhe një element tjetër për sa i përket aflatoksinës. Standardi tek ne, siç me drejtë tha profesori, është 10 fishin krahasim me vendet e Amerikës e tjerë. Po, nuk kanë siguri ushqimore këto vende si Amerika. Nuk e duan popullit. Nuk e duan, se nuk... Shiko, ne nuk pretendojmë të ndryshojmë normat, të bëjmë si Amerika, për sa kohë duam të bëhemi pjesë e BE-s. Pjesë tjetër të Jo, botës. por nuk është thjesht çështje lufte tregtare. Sistemi i sigurisë ushqimore të Bashkimit Evropian, për shkak të tregtisë lirë që ka krijuar Bashkimi Evropian, për shkak të fluksit të lirë të lëvizjes së mallrave, brenda komunitetit ka bërë që lëvizja dhe kontrolli dhe i atyre të jetë më lirë. Dhe Bashkimi Evropian operon në këtë mënyrë, forcon limitet dhe kriteret dhe le tregtinë më të lirë. Kurse sistemi i sigurisë ushqimore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është pak liberal në limite dhe në toleranca, por aktet inspektimit dhe kontrollet i ka më rigoroze, më të forta dhe më të mira se Bashkimi Evropian. Kështu që duke ditur këtë Bashkimi Evropian, duke ditur që është e pamundur që në ato tregtitë të lirë dhe të fluksit të mallrave të zbatoj rregulla të forta në lëvizjen e tyre, i referohet gjithë një limiteve. Edhe limitet janë shumë penalizuese. Profesor Shqik të menxet kjo e BE-s, ndoshta do një emision në vete, sepse po zjen Kazani në Bruksel me kontratën që bëri Van der Leyti në Amerikën e Jugut. Kështu që nuk po i futemi politikës Bashkimit Evropian, por nuk shkojmë aq larg se un kam vërtet për pos pjesës së industrisë përpunimin që unë dhe nga ana tjetër në fakt shtojnë edhe diçka, standardet e sigurisë të Bashkimit Evropian janë nga standardet më të mira në botë. Industria përpunimin që një nga komunitetet, një nga vendet me standardet më të mira në botë. Fushë të sigurisë ushqimore. Ai ka vugjen qumësht, plot. Ka Bashkimi Evropian pafundësisht qumësht, por vërtet fermerët janë hall. Tani në këtë situatë, çfarë kërkoni ose çfarë pretendoni të ndryshojë? Qoftë për aflatoksinën, qoftë për pjesën e ndihmës që duhet ju japë shteti në rast të krizash kur një fermer blektor mund të humbi 500 litra qumësh në ditë, apo 1000, apo 300, për shkak të aflatoksinës, në falni që i rezulton ato. Po e filloj me subvencionet, në kuptimin ajo që është kryesore dhe që sot ne që flasim, kena një treg të lirë. Po kena treg të lirë vetëm kundra nesh. Me eksportu ne nuk eksportojmë. Për të shpjegu panoramën. Shumë larg jemi a eksportimit hala. Jo për standard, po nuk të lejnë, nuk të blokojnë. Si gjumërshmërim, prandaj. Po kemi zinxhir me hallkat këtu. Ndërsa për importin nuk është problem pastaj. Dhe kjo krijon një farë divergjencë, një farë pakonkurrueshmërie. Po flasim për produktin vendase, ne thamë sot me shumë të drejtë thu ke qumësh kudo që të gjesh në Bashkimin Evropian. Në një situatë të caktuar, problematike, krize, siç ishte rasti, po themi Serbina apo këdo, u bloku, nuk ishte më pa qumësh. Dhe pastaj do iki si problem. Pastaj i veti kushti i industrisë, si blektar. Nëse ka, nëse s'do ketë, atë s'ki nevojë me vendos. Ne jena në kushte që a do ketë, as do ketë, nuk jena në kushte që a do ndikojmë apo jo. Sot që flasim, për sa i përket subvencionit, janë 2 pika që qalojnë. Sasia, metodologjia, mënyra. Qofse në Serbi, 1.500 euro deri në 2.000 euro shkon për një lopë në vit subvencione nga shteti, ne nuk shkojmë as në nivelin më të afërt të asaj ideje. E dyta, edhe subvencionet që japem, kena skemen e naftës,
janë totalisht jo eficiente. I shkojnë pronari tokës që jeton jashtë shtetit. Ndërkohë që ai që merret me fermer, ai që ka me kontratë tokën e tij, me qira ose 700 i shkon Kosovës, euro. Është të mërshme. Ne nuk konkurrojmë as i vend të bashkimit, jo të bashkimit fal, po të Ballkanit. Atëherë, në këto pozita, kur ne kena treg të lirë, kena treg lirë për të shkatruar, jo treg lirë për të funksionuar. Edhe vendet si Amerikë, kushdo vendet fuqishme vendosin taksa për importin, e mbrojnë produktin vendas, gjejnë mekanizma për të mbrojtur produktin vendas, jo për t'i hap rrugën misrit etj, çdo lloj materiali që të jetë si magazina fundore e Shqipërisë. Është në rastin konkret? Qartë. Zoti Pilko, në fakt pyetja vlen për të dy. Gjatë kësaj periudhe, pra që qofse ka qenë dita e para e kur doli zoti Braça, apo dhe pak ditë më përpara deri sot, e para sa litra qumësh mund të jenë refuzuar në total, edhe sa ferma, nëse keni të dy një shifër qoftë edhe për afërt, dhe e dyta, a përbën kjo, në bazuar në të dhona, sigurisht të shifra, një interes kaq të madh për industrinë që kompania thotë unë po refuzoj 5.000 litra, këto se i marr 5.000 litra në Hungari apo diku, ka kaq interes për një sasi të vogël, se kjo nuk është e përditshme. Importi mund të jetë i përditshëm, po jo për të refuzuar pak qumësh të fermerësh. Asus jam komod, pavarësisht se nuk jam prodhues i lëndës parë. Se du me lidh me çmimin pastaj. Si përfaqësues i industrisë të përpunimit të qumshit, nuk jam komod kur dëgjoj që partnerët, ky është partneritet përpunues dhe prodhues qumshit, ka një problematik të tillë. Ti më bën një pyetje sa ka pas. Kuptohet që në 9 fabrikat e mëdha, janë më të mëdha në Shqipëri, që përfaqëson IPQ-ja, operojnë afërsisht me 2435 fermat të mëdha, që janë ato ferma mbi 5 lop, nga 2800 që janë në total në gjithë Shqipërinë. Sa ka pas? Ka pas hyrje dhe dalje. Çfarë do thotë? Atë që e përmendi pak e shpjegoi profesori. Pra, një fermer që nuk është marrë sot qumshi, i është këshilluar që çfarë të bëj. Çfarë thamë regjimi i ushqimit. Çfarë të bëj ka ndryshuar dhe mas 2 ditësh që është marrë qumshi. Por ka dalë të nesme, ka dalë një tjetër. Pra ka ardhur ai të pasnesmen, ka dalë një kryqëzim. Por ajo që duhet të them që ka pas, kuptohet që fabrikat, këto 9 fabrikat më të mëdha që përfaqësojnë 20% të qumshit të grumbulluar në Shqipëri, që kanë një afërsisht një xhiro prej 58 milion euro, që është 2% të GDP-s në Shqipëri, afërsisht të agropërpunimit në total, kanë pas raste që kanë refuzuar edhe 5.000 litra qumësh. Pra një fermë me madhe me 5.000 litra qumësh në ditë. Duhet ta kuptoni shumë ndjeshmërisht edhe konsumatori, po edhe zoti Braçi nëse na ndëgjon. Sepse nëse kapet një fabrikë penalizohet në mënyrë shumë të rëndë financiarisht dhe pastaj dhe dëmi që i krijohet në imazh me produktin që i bllokohet. Prandaj unë e mbështes shumë kolegun që kur jep ato mesazhet, kur jep... Faqe ndërpreja e Ilirë, mos harrojmë që ne kemi patur krizat aflatoksinës në vendin tonë. Nga krizat aflatoksinës... Iku një fabrikë, falimentoj. Po, humbi një fabrikë miliona euro. Miliona euro. Dhe një aset që falimentoj një biznes... Nga biznesmenë më të mëdhenj që ka pas Shqipëria. Po, falimentoj dhe në fakt, ajo situatë unë kujtoj ka qenë e vitit 2013. 2013 është aflatoksina asaj kohë. Në fakt, unë kap një parti malli me aflatoksin, dhe natyrisht vetëm për një parti malli që ose për një lot prodhimin në tjetër, u blokua dhe u penalizua fabrika dhe shkoj drejt falimenti. Sepse rreziku hiperbolizua, u sensibilizua opinioni publik, tregu dhe ai falimentoi, shkoi drejt falimenti. Prandaj do të kemi kujdes për bizneset e mëdha dhe për asetet e mëdha që janë krijuar, sepse janë asete miliona euro, është ekonomia prodhuese e vendit tonë që furnizon popullatën me produkte të sigurta, sepse ne ajo pretendojmë që të kemi garanci për siguritë popullatës. Ne flasim dhe në momentet kur ne do t'i dëmtojmë qoftë edhe nga hiperbolizimi i rrezikut, dëmi do të jetë i madh për ekonominë. Ka diçka, Ilir, për historinë e aflatoksinës 2013, po këtë po e them jo pa qëllim, po që institucionet tona duhet të kenë një tjetër merak her pas here.
atë fabrikë, atë zjarë, po theme, atë luftë nisi Kosova. Sepse Kosova nga atje u analizua qumshi që prodhoi këtu dhe rezultoi me aflatoksin. Por ka diçka. Unë dhe profesori kemi qenë në ministri. Kosova u ka dhënë disa deklarata. Kosova atëre kur analizoi, por nuk tregoi se cili laborator e kishte testuar dhe a ishte akredituar laboratori. Por ata kanë diçka, kur bojnë planin e mostrave, që duan të realizojnë planin e marrjes mostrave për të analizuar, s'pari marrin produktet e importit. Pra ka për të bërë 10 mostra qumshi e sot, merë 8 importi. Në leta shpjegojmë një që kemi qenë afro kabinetit në atë kohë në por bashkë unë duan të them për politikën që bëna e për mbrojtur produktin e vetë. Merë shumicën e merë qumsht importi dhe, po themi, produkt importi dhe pak nga produkti që të mbroj prodhimin vendas. Kështu e ka nisur Kosova që historia është ndryshe, pastaj u zgjerua në Shqipëri që... Ma jep ta shpjegoj që aflatosina u identifikua nga Kosova, pa laborator reference, imazhi u shkatrua brenda një jave, dhe subjekti i çoi të gjitha mostrat në Bari, në laborator të akredituar nga Bashkimi Evropian, të cilat erdhën konform rregullave dhe standardeve, po fabrika mbaroi. Pra, unë do të them fati tjetër kujt më mbrapa, por historia është këshilla edhe për këta të inspektoriatit dhe të autoritetit kombëtar të ushqimit, sepse mund të konstatohet që një fabrik ose një prodhues qumshi mund të ketë aflatoksin. Kapet, shikohet, matet, shikohet që është mbi normë, mund të bllokohet, asgjësohet. Por kjo s'do të thotë që të bllokohet aktiviteti për një javë. Mund të bllokohet aktiviteti dhe atje për 24 orë. Për të parë, sepse partia tjetër që qumshi tjetër mund të jetë e lirë nga aflatoksina, askush nuk e di. Unë e thash që në fillim që Polekseni nuk është në pozicionin e dur për të mbrojtë akut. Po doja të thajë diçka, sepse nuk kemi shifra për shembull sa qumësh nga Slovenia, Kosova, Serbia që kanë paketuar këtu është analizuar dhe sa shqiptarë. Ta pranoj pak raporti vjetor, kështu që do publikohet, i kemi të gjitha. Dhe kjo është çështje kombëtare. Ti e di shumë mirë që para një muaji gjys këtu ishte një takim nga Gizi, ku ishte dhe sekretari i përgjithshëm i shoqatës europiane të blektorëve të qumshit, i cili pyetjes time nuk i përgjigj. Që konkretisht ishte çfarë bëni ju? Çfarë ligje, si zbatoni ligjin në raste kur identifikohet qumësh me aflatoksin. Pra, mënyra e përgjigjes atit ishte tolerancë. Pra, ne para një jave kishim në Itali djathin parmigiano me aflatosin. Pra, tolerancë për të mos arritur, në këto nivelet e dëmit që ne kryejmë si ke blektori, por ashtu edhe tek ai industria e cila e pranon atë qumësh. E para, e dyta, e përmendi pak kolegu. Blektori din të trajtoj lopën. Din të japi atë ushqimin 40 kg në ditë që të japi 28 litra qumësh, ose kur jep më pak, merr dhe më pak qumësh, por ka nevojë për asistencë. Asistenca mungon. Ka nevojë për laborator, sepse ai nga Kalaja Dodës duhet të marri mostrën e qumshit, ta shqojmë, jo, du t'i themi gjërat, jo, i lirë t'i themi gjërat. Jo, i themi, unë mëram du shkoj reklama, s'kam halë që të mëse thua, shtë si shkeme te. Ta gjoj 2 ditë për ta sjellë dhe për të marrë përgjigjen e mostrës së analizës së qumshit dhe cila dhe i kushton. Ndërkohë, grande ne nuk kemi parë, nga viti 2008 që kanë filluar grandet në Shqipëri, të jepen grande me prioritet për magazinat, për magazinimin e bazës ushqimore të blektorisë. Kjo është ndihmë. Sepse një nga problemet e aflatosinës... Ke info që kanë aplikuar për këtë lloj? Vetëm fermat e mëdha mund ta kenë përfituar. 2800 që unë po të përmend këtu, janë jashtë kësaj. Pra, sepse aflatosina nuk është vetëm nga importi, por është edhe nga keqmbajtja e misrit këtu. Periudhës së tharjes që ti nuk e çon deri në 13%
lakështirë. Kemi thënë edhe kur doli kjo historia aflatoksinës vitin e kaluar, të gjitha këto kanë instrumentat e vetë për ta bërë atë të dobishëm. Më duhet shkoj në reklama, një hapësirë shkurtër e kthehemi pas pak. Jemi kthyer sërish në Alert në këtë pjesë të tretë dhe po të diskutojmë për atë përplasjen e famshme të publikuar ditëve të fundit në media mes blegtorëve, pra prodhuesve qumshit dhe fabrikave, sepse disave prej tyre ju rezultoi me aflatoksin, e për këtë arsye fabrikat nuk e morën, po kjo nuk do të thotë që nuk e morën vijim. Poli, do kesh gjithë kohën tonë se në pjesë të dytë nuk u treguan Gjentil tre meshkuj tjerë në panel. Do qeshësh besoj, por ideja, Spari dua ta nis me një pyetje për ju, konkretisht, më saktë dy të t'i bëj, dhe me gjithë kohën tonë. Spari a ka shkuar këtë ditë Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes Bimëve, sepse ajo është autoriteti që shkon në fermë, për të marrë qumshtin e këtyre fermerëve për një analizë, për ta vërtetuar edhe ata pretendimin e kompanive të industrisë, dhe e dyta, që është edhe kjo e besoj më rëndësishme. Para disa ditë, par dje isha i ftuar unë në rolin tuaj në një emision tjetër televiziv, dhe ata fermerët kur ju vendosin mikrofonin përpara, sigurisht ata i lënë thonë çfarë duan dhe thonin: industria që në refuzoi, qumshtin na e merrte me 52 lek. Sot me aflatoksin po e çojmë në Baxho me 48 lek. Pra, ky qumësht ka shkuar në Baxho. Me aflatoksin rezulton në treg për konsumatorin tashmë. Ka dalë në treg me aflatoksin? Ata thonë që qumshtin ja çojnë Baxhove. Këtë që nuk na e merr industria, ata nuk e hedhin. Ja çojnë Baxhove. Baxhot sigurisht e çojnë në rrjetin e marketeve, supermarketeve, në dyqane të ndryshme, dhe ai produkt vjen tek ne. Pra, a duhet edhe një kontroll i shtuar në këtë periudhë mbi Baxhot? Në fakt duhet gjithmonë, por që të paktën në periudhat kur qumshti rezulton me aflatoksin, ushqimi për kafshë me aflatoksin, pra qumshti lëndë parthe. Atëherë, në këtë periudhë, referuar efektit të pranisë aflatoksinës, sekundër e shpjegoi dhe profesori që rritet pak rreziku, duke qenë edhe kushtet e tjera, që favorizojnë në fakt rritjen e myqeve dhe sidomos prodhimin e këtij metaboliti sekondar të tyre, patjetër që janë shtuar inspektimet, janë intensifikuar. Kjo nuk do të thotë që ne nuk bëjmë kontrole, si kundër haludohet shpeshherë. Ne kemi një plan vjetor me bazë risku, ati referohemi ne në kontrolet tona rutinë ose zyrtare, por në raste të tilla kur kemi dhe këto problematika, intensifikohen kontrolet, intensifikohen marrjet e mostrave, patjetër që AKU-ja nuk është vetëm ai xhandari që vë gjoba apo bllokon aktivitete, por është edhe këshilluesi i biznesit ushqimor dhe i konsumatorit shqiptar. Në shumë raste kemi pasur, e kam thënë dhe herë të tjera, disa fushata sensibilizuese në të gjitha qarqet e Shqipërisë, jo vetëm në Tiranë, dhe kanë rezultuar goxha pozitive. Kemi pasur goxha reagime pozitive edhe nga vetë bizneset ushqimore. Unë nuk dua t'i futem pjesës së çmimeve, sepse realisht nuk është kompetenca autoritetit. Referuar ne flasim gjithmonë për pjesën e sigurisë ushqimore dhe kjo na intereson, kjo na lëviz. Nëse ky qumësht me aflatoksin ka dalë në treg, ose dyshohet që ka dalë në treg, përveç kontrolleve që bëjmë ne, të gjithë janë të ftuar të bëjnë një denoncim apo një sinjalizim që dhe ne patjetër shkojmë marrim masat tona, të bëjmë një kontroll të befasishëm, sekundër janë kontrollet e autoritetit, dhe të marrim masat përkatëse. Nuk ka kush e bën denoncimin, sepse nuk e ka pa njëri. Blegtori ishin me zë me figurë, ju a japun linkun, që thonin pra nuk e na e merr fabrika, e çojmë në Baxho. Me çmim më të ulët, sigurisht 4 lek për litër, por ka shkuar në Baxho. Pra ideja është që duke referuar atyre që flasin, po edhe shumë tjerëve që mund të jenë refuzuar, mund të ndiqet gjurmëshmëria, ku e ke quar, se s'besoj se asnjë nga e litër. Për llogaritën e mia janë afërsisht rreth në ditë, 10.000 litra qumësht në ditë. Po, në falë, nuk e di nëse i kishit, po më shkruajti një nga kriminalet në thojza pra për punuesit e qumshit të industrisë, këta që i konsideronte zoti Braçë si njerëz problematik që kanë interesat e importit. Sot më rezulton një firmë me 5.000 litra qumësht me 0.000 dedikim të aflatoksines,
Ndaj është e rregullueshme edhe pa të vegjëlit. Kuptohet që të vegjëlit nuk e kanë të lehtë, pasi nuk kanë infot e të mëdhejve për mënyrën e të ushqyerjes të kafshëve. Se thu dhe emrin kush është si, na bërë edhe kurioze. Na bërë edhe kurioze. Granit, kjo është... Granit. Unë e përmenda edhe pak më parë, domethënë, po i fryet, po kthehet në bumerang. Nuk duhet ta kthejmë në bumerang. Është një situatë normale, jemi në periudhën e dimrit, është një rast sporadik që shfaqur, natyrisht që ka reaguar fermerët sepse janë prek interesat. Për mua është një situatë kalimtare që do kaloj, sepse e përmenda edhe më parë. Jemi në periudhë ku ka lagështi, ku ka myqe me shumicë, ku niveli ishte i rritur, do të kaloj. Kjo periudha e dimrit, periudha më delikate e sigurisë që qumshit, referuar këtu për mbajtjes aflatoksinës. Ai përfaqësuesi i kompanisë që i ka dërguar mesazhin me të drejtë thotë që është e rregullueshme. Pavarësisht është e rregullueshme edhe për fermerët, po të ndryshoj regjimin e të ushqyerit. Patjetër që do arrijmë... Se kërkoj Iliri është Erzen Begaj. Që nëse ka, është Erzeni, apo është një kompani tjetër, kjo është e rregullueshme, me masat që duhet merren, me ndërgjegjësim, me edukim, por edhe thjesht janë ca këshilla të cilat janë fare të thjeshta. Nuk kërkohet ndonjë shkencë e madhe për t'u thënë fermerëve. Thjesht ndrysho ushqimin, mos jep atë ushqim, që zgjidh ushqim të mirë, dhe me njëherë situata rregullohet. Lopa nuk është një industri që i fut gjithnjë, është gjë e gjallë. Normalisht, çfarë do marri do të prodhoj. Do vazhdojnë mos e trajtoni mirë polën, se i keni marrë gjithë polën. Dhe pastaj do shkojmë tek Jo, profesori, në fakt është shumë detajist në të gjitha ato që shpjegon, kështu që është edhe mirë për të sqaruar opinionin publik nga ana shkencore. Po ne zbatojmë. Ne zbatojmë legjislacionin, po dhe legjislacioni rrjedh nga shkenca. Po, dhe në rastin konkret, AKU i kërkoj AKMB-s të marrin mostra në fermat ku rezultoi aflatoksina? Ne nuk mund të detyrojmë një institucion tjetër në të cilin nuk kemi raport varësie. Ne i bëjmë një kërkesë për bashkëpunim. Ata patjetër vazhdojnë me marrjen e masave të tyre, ndjekjen e rastit, por nuk janë të detyruar as të na njoftojnë se çfarë u bë. Gjithë ato shënime aty do fillosh të jap kohën çfarë ke për të përmendur? Të janë gjithë pikat që nxora ndërkohë që diskutonin zotërinjt. Ose të ju përgjigjesh. Atëre, ta nis me shifrat një herë që thatë ju mostrat, inspektimet, kontrollet, bllokimet. Po jenë në tërësi të akuzë, nuk duhet gjithë shifrat të akuzë, vetëm për rastin e aflatoksinës dhe të ushqimit ose të qumshtit. Atëre, konkretisht, tani këtë muaj del raporti vjetor i të gjithë punës që është bërë për vitin 2025. Shpresoj në aftoni se ju e bëni vetëm për vete. Jo, patjetër. Po plus që do publikohet në web. Ndërkohë janë publikuar dhe të dhënat e punës që është bërë në vitet e shkuara, ku janë dhe specifikat, kaq mostra, kaq bllokime, të gjithë pasat e marra. Kështu që aty do i flasim ndoshta edhe më konkretisht në një moment të dytë. Përsa i takon bllokimit të aktivitetit, ne nuk themi bllokim për 1 ditë, për 5 ditë, për 10 ditë, ne themi bllokim deri në përmbushjen e kushteve, të cilat janë konstatuar jo konform kërkesave të legjislacionit në fuqi. Në këtë moment... Bas një afati që i lini ju? Jo, ne nuk lëm afat. Ne themi që afati ndoshta mund të përcaktohet edhe 2 javë, ndoshta një tolerancë. Po, por ndërpritet aktiviteti dhe biznesi është i detyruar të vijojë me investimin, korrigjimin e të tjera masa të marra. Ose të rriqe loti. Jo, nëse flasim, nëse është bllokim për një produkt, ai produkt të rriqet nga tregu, asgjësohet, kthehet te vendi i origjinës në varësi të kontratave, ku janë marrëdhënie kontraktuale që kanë bizneset me njëri tjetrin, kështu që nuk mund t'i futemi. Flasim për bllokim të aktivitetit në momentin kur nuk plotësohen kushtet e ruajtjes apo kushtet e prodhimit. Në këtë situatë, operatori i biznesit ushqimor merr masat e tij, korrigjon situatën, njofton autoritetin, ne bëjmë kontrollet tona, nëse këto kushte gjykojmë se janë përmbushur, atëherë i jepet e drejta që të rivijojë me aktivitetin. Në 350 baxho i bjen që 300 baxho do t'i kishit bllokuar. Po ato që janë jo konform dhe që nuk përmbushin kërkesat, patjetër që janë bllokuar. Jo është ndërprer aktiviteti, ka pasur raste kur kanë vajtur dhe për ndjekje penale. Sepse janë ata që ne mund t'i quajmë në thonjza kriminalët e ushqimit. Lidhur me eksportin. Edhe eksportin Eksportin e kujt? Në çdo gjë,
shuta perime, qumësht, produkte të tjera. Po jo, është vetëm një gjë, si pas ligjit të ushqimit. Produkti që eksportohet duhet të plotësoj përveç kërkesave të autoritetit dhe kërkesat e vendit pritës. Pra, ky kalim bëhet ndërmjet bizneseve, Asë një vend tjetër. Në asnjë vend nuk e di. Nuk eksportojnë. Jo, problemi është që nëse nuk plotësojnë kushtet e vendit pritës. Jo, ne lejohemi në rajon, por mund mos eksportojmë se s'ka. Unë e di që ka pak eksport në Kosovë, nga disa kompani tonat, me Zhdeninë e Veriut nuk e di. Atëherë, nëse nuk plotësojnë kushtet e vendit pritës, nuk ka eksport. E bllokojnë ata direkt në kufi kthehet mbrapsht, pastaj ne flasim nëse për dome financiare të bizneseve, jo dhe alerta, në qoftë se nuk plotësojnë edhe kërkesat të tjera, por ata nuk e marrin mundimin në qoftë se, sepse nuk ju levertis. Blegtorët janë në hall. Dhe do t'jenë, nuk është se u zgjidh me këtë emision, apo ju përmirësua dikujt cilësia e qumshtit, pra në raport me aflatoksinën, po e lidh gjithmonë, nesër do t'i përmirësishet një tjetër e kështu me radhë. Çështja është e shtimit masave në kontrollin e ushqimit për kafshë, qoftë në import, qoftë të ushqimit vendas. Ne e dim që prodhuesi më i madh në Shqipëri është fusha e Maliqit e misrit, besoj. Mendoj unë. Misër mbillet pothuajse gjithë Shqipëria. Dakor, por pjesa më e madhe, pra duhet edhe te këta fermerë, te këta prodhues ose grumbullues ose blerës të kontrollohet, ose edhe firën ndoshta, por firën e dia të lider në perime. Kështu që ndoshta duhet pasur një vëmendje. Unë kam drejt, po. Atëherë, për vitin 2025 janë importu ndogana 8 milion litra qumësht. Pyetja është sa nga kjo sasi është bloku ose është... Janë importuar 8 milion litra qumësht. Kanë hyrë. Kanë hyrë. Duke njek edhe modelin e misrit. Tu përfshit edhe qumësht i plur apo qumësht i freskët? Jo, qumësht i freskët. Jo pluri dhe këto problematika. Dhe bebe, qumësht formula bebe. Këto problematika në vaj, palmes edhe hira. Të janë problematikë kretë tjetër në vedi. Jo, s'kan lidhe me këtë rast, patjetër. Sa nga ky qumësht është blokua, po kokuj që duhet që në 8 milion litra mos të ketë problematika. Duke pas parasysh që kontrolli është problematik dhe inexistent. Në kod nuk e thash atë të historinë e 2013 që Kosova merë mostra të importit, produktit importit, në qumshtet importit dhe pastaj në rrallë par kontrollohet ai që ka lartë sësate që ke këtu dhe ke ku me ka. A ka pozitive të aflatoksinave gjatë kontrollit? Rastet që kanë pasur pozitive janë ndjekur dhe janë publikuar në web. Jo, a ka pasur rastin e qumshtë importit? Importi, jo... Si lëndë e parë. Shiko, se ne duam patjetër që ta të lovisim sektorin tonë. Jo, pa tjetër se sepse unë nuk e kam për mendimin tim edhe pyetja është që gabim në 8 miliona. Pyetja më korrekte duhet jetë produkti i gatshëm i importit a kontrollohet, sepse ne po diskutojmë sot femblektorin, ne po diskutojmë sot industrinë përpunuese, ne po dhe po hedhim topin ke njëri ke tjetri. Qëse do t'i referohemi produkteve të importit, ka qumësht të freskët që vjen për industrinë e përpunimit, ka qumësht të pasterizuar që vjen shumë pak, por që dominon qumshti UHT, i cili a ishtë pjesën më të madhe të 38%, vetëm një brand zem 38% të qumshtit të UHT. Zë peshën kryesore të importit. Pra, unë këtu e kam atë diskutimin. Del aflatosin e djathit parmigiano në Itali, jemi neve të sigurta që ai djath që importojmë është kontrolluar. Shikoj pak, sepse edhe ndoshta dhe nga kjo baltosi her pas here e këtij sektorit, pra në të gjithë zinxhirin e vlerës, ka bërë që ato rafte tani që shikoj të supermarketeve janë 30-40% janë me produkte importit të gatshme që vinë nga brendet më të ndryshme. Do t'ja dëgjosh zërin produkteve të importit javës që vjen ndoshta, ose tjetër, por që s'ka lidhe me qumshtin. Edhe europian. Do t'a mbyll me ju. Dhe kjo është e çështja. Do t'a mbyll me... Nëse ka neve në shërben informacion, nëse është bloku. Jo, nuk ka lidhe me unë. Jo, unë nuk do t'a jepja përpara informacion, por nuk ka lidhe me ushqimin për kafshë. Do i bie shumë shkurt. Nëse produkte që kontrollojnë në Bashkimin Evropian rezultojnë që janë importuar në Shqipëri dhe janë jo konform, ose që nuk përmbushin kërkesat e sigurisë, përveç
kontaktit që bëjnë bizneset me njëri tjetrin për tërheqjen e mallit nga tregu, kemi dhe organizmat europian, ata ndërkombëtar që njoftojnë, sinjalizojnë dhe ne vijojmë nga ana jonë me tërheqjen. Vetëm se fatkeqësisht alertet vijnë goxha me vonesë dhe aspektin sigurisë ushqimore kjo nuk mjafton. Jo, nuk mjafton, por është një hap. Sepse ajo që duhet bëj sistemi i kontrollit e vendit tonë dhe pikërisht autoriteti kombëtar i ushqimit është duhet të kontrollojë produktet e importit. Duhet të ushtrojë kontrolle periodike mbi ngarkesat për të parë. Jo vetëm për aflatoksinën, por për gjithë treguesit e sigurisë ushqimore, për gjithë standardet që kërkojnë për qumshtin. Kontrollohen, në pikë kontrollohen, por është ky mekanizëm i shtuar. Tani nuk e di sa mostra keni kryer, se ai djali të pyeti sa mostra keni kryer analiza për produktet e importit. Po i kryen ato periodikisht për çdo ngarkesë që kalon merren mostra dhe analizojnë. Unë ja thash Polit edhe kur folëm sot në fakt, në telefon, kur komunikuam për emisionin. Poli është një vajzë e shkëlqyer, shumë e mirë në atë çfarë bën, por ka një problem. Nuk është i Polit, është institucionit. Për temat të caktuara do të çojë njerëzit ekspertë të caktuar që kanë statistika. Dhe nuk dua ta kryqëzoj Polin. Poli u përgjigj shumë mirë dhe pyetjet e atyre s'ka. Ne përgëzojmë për atë. Jo, absolutisht. Ju dhe të ta mbyll me ju. Atëherë, nëse fermieri ka problem me sasinë e misit që ka marrë, keni parasysh për çfarë mund të jetë problematika mbi qumshtin e importit. Edhe ai që është i paketuar është i gatshëm, kur vjen dhe nuk e azgjeson. Do të jetë institucioni shtetëror që pengon që ke faza e hyrjes. Si vetëm fermieri që ka fokusi i gjithë problematikës aflatoksinës, jo 8 milion litra që vinë, jo qumshti gatshëm, djathi e tjerë që vinë. Dhe me thënë, kur vjetë puna për me nxjerrë konkluzion, për mos me kryt detyrën si që duhet, por me dalë që një është për të përshkatuar, më i kollajti dhe viktima perfekta është blegtori. Përveç hallave që ka me ngritjen e biznesit, me ngordhjen e kafshëve, me smundjen, me problematikat, me gjitha llojet e sfidave që ka, si natyrë punë krahasohet me minjerat. Me materialin biologjik, me cilësi, me faren, me gjitha. Shtohet dhe përgjegjësia e institucionit vet, që thot mall import treg i lirë. Ndërkohë që palët e tjera tregun e lirë kanë me... Ministri Bujqësisë ka nisur një dëgjes në qytetet ndryshme të vendit, në zona rurale e tjera, me sektorin e bujqësisë, blegtor fermer. Në 20 sekonda, çfarë do t'i kërkoni Ministrisë Bujqësisë paktën për këtë vit? Atëherë, për këtë vit ne kërkojmë ndryshimin e skemës së subvencione, po kur themi ndryshimin për shtatjen me nevojat e vetë fermave blegtorale, jo si mendon një institucion nga zyra, po si mendon një blegtor që merret vetë me lopën. Ne përmenda dëgjesin, jo pa qëllim, se kjo është gjë e mirë kur i dëgjon. Kjo është shumë e rëndësishme që të pyesësh vetë subjekte që ushtrojnë aktivitetin, jo nga zyra, jo nga skema, jo nga Excel-i, e dikujt që nuk merret konkretisht, që nuk i vesh kominoshet edhe futet në veprimtari. Është kolloj me bë punë nga zyra, ndërsa konkretisht për prodhimin e qumshtit është sfidë në vete. Ato që e dinë atë sfidë, ato dinë se sa duhet të jetë subvencioni dhe metodat që të arrijë subvencioni ke fermieri. Ilira, pse më kërkojnë ta mbyll do t'javë 10 sekonda. A ka ndryshim të madh sot çmimi i qumshtit të importit me prodhimin vendas, mesataren asaj çfarë blen industria tek Unë nuk do doja ta prekja sepse jam për edhe gjithë industria dhe u përmend është akuza e zotit Braçe nga e cila mori dhe në lajme. Dhe shoqata se Braçe nuk përmend aflatoksinën. Synimi i shoqatës është të furnizohet 100% me qumësht të prodhuar në vend, dhe blegtorit jetë sa më i fuqishëm dhe sa më i mbështetur, por nëse do flasim për gjithmonë neve duhet ta kuptojmë më gjerë, e përmendi pak kolegu, duhet ta shohim më gjerë blegtorin, në mënyrë që të jetë sa më i konkurrueshëm, sepse integrimi europian, industria është më komode, sepse mund ta marrë dhe do ta lejoj, sepse ju i dini çështjen e kuotave, mund ta marrë siç e merr edhe tani më lirë në Ungari, që është avërsisht 8 cent më lirë se sa në Shqipëri, por nuk është ky synimi. Nuk është ky synimi i industrisë së përpunimit të qumshit që të marrë qumësht importi. Por në këto lloj emergjencash dhe kërkesës së tregut për produkt, shpeshherë do të jetë edhe detyruar të marrë nga fermat e mëdha në Ungari dhe në Çeki. Falenderoj shumë që ishe në alert. Falenderoj gjithëve. Meqense se më detyrove ta përmend, ma kërkove të përmend emrin e Erzen Begajt, javës tjetër e dua qumshtin këtu.
në program. Zoti Bekaj po në ndjek është e sigurt kjo. Ju falenderoj që ishit në alert, unë ju hëngra 5 minuta kohë në fakt nga i gjithë programi, sepse më kujtoj profesori me çështjen e trajtimit kafshëve. Unë kam publikuar dje në faqet e qendrës alert një material, një video në fakt, e publikuar në Itali nga ilfatoalimentare.it. Është një vëzhgim i një shoqate Greenpeace Italia, e cila tregonte jetesën skandaloze të tmerrshme të një numri derash në një ferm, pra një stabiliment derash, nga i cili pra ishin të lidhur zinxhir me prodhimin e proshutave Parma. Aty ka minka, kanibalizëm, dera që ha njëri tjetrin, derat ngordhur, të cilin e han dera tjerë, dhe më pas ato proshuta, ato dera bëhen proshut. Unë ju falenderoj, do shihemi të premten në ardhmen në 21, ndiqeni videon, natën e mirë.